dhe mos na paragjykojnë. Është një ngjarje kjo që i thënë të gjitha ato stereotipet sa i përket të qenurit mes, sidomos në kriterin e parë, në kriterin e dukjes. Atëherë është një mision më vetë edhe pjesa e thyrjeve të tabuve, ta lëm gruan të jetojë lirë, nuk duam paragjykime, s'kemi nevojë paragjykime, kemi një jetë që na e ka falë Zoti dhe duam ta jetojmë me liri dhe me të gjitha të drejtat tona ashtu siç na pëlqen dhe mos na paragjykojnë. Askush, sepse të jesh një grua, ke shumë ëndra, je si një det më vete. Dhe në fakt një grua është si një det më vete, plot mistere dhe thellësi brenda që ne duhet ta njohim atë. Kështu që Miss Mama, përveç se përcjell pra zërin e gruas, fuqinë e gruas, njëkohësisht dhe bukurinë fizike, pse jo? Kur zgjedhim një grua pasaj në fund që vendosim kurorën, sepse të gjithave zonjave i vun nga një fasho, në mënyrë simbolike, vetbesimi, por asaj që i vëm kurorë mundohemi të zgjedhim ato grua e cila përcjell ato vlerat më dinjitoze për një grua të vërtetë, sepse duam të nxjerrim dhe vlerat e një gruaje, edhe bukurinë, pse jo? Sepse të jesh grua, duhet t'i kushtosh dhe vetes vëmendje, pavarësisht vështirësive, familjes, punës, fëmijëve, një grua që është grua i dedikohet dhe pasqyrës. A është një kompeticion i zakonshëm kështu, për shembull, siç ndodh në kompeticionet e zakonshme ku gratë takohen në zejtë, socializohen, e kanë atë periudhën e tyre të ushtrimeve, edhe atë kohën e drekës, darkave që i ndojnë së bashku, bisedave të përbashkëta e të tjera. Atëherë, meqense pjesëmarrja vjen nga diaspora, Kosova, Shqipëria, dhe mamat janë me familje, me bashkëshort, me vjera në shtëpi, gjyshe, edhe stërgjyshe, sepse moshat variojnë deri 79 vjeç. Kështu që unë kam menduar që këto gra t'i bëj kontakte nëpërmjet një chati WhatsApp-i, ku aty ato flasin me njëra tjetrën, udhëzohemi për çdo gjë. Dhe në fund pastaj i mbaj 2 ditë në Elbasan, ku aty përgatitemi dhe për pjesën e koreografisë së skenës, dhe pastaj pas eventit, unë kam krijuar dhe projektin Fundjavë për zonja, ku të gjitha këto gra ndër vite, por edhe zonja të tjera kudo që janë, unë i mbledh dhe i bëj bashkë në fundjavë argëtuese, ku vizitojmë vende të bukura në Shqipëri, Kosovë dhe jashtë Shqipërisë, pse jo? Javën e ardhshme unë do të shkoj në Korçë, në qytetin e bukur të Korçës, në Shqipëri, ku po vinë zonja nga Kosova, nga diaspora, nga Shqipëria, bëjmë bashkë dhe ne kalojmë fundjava të bukura me muzikë, vizitojmë qytetet, më pas do t'jemi në Malë të Zi, në Kosovë e tjerë, dhe kështu që japim një mundësi grave që të jenë bashkë her pas here dhe të argëtohen. Një grup fantastik me shumë aventura. Çdo ditë shtohet grupi, rrjeti zgjerohet, dhe fundjava e zonjave tashmë po bëhet e fuqishme që gratë të dalin nga rutina, sepse ka dhe gra që jetojnë vetëm, të divorcuara, gra që kanë vdekur bashkëshortët, gra që fëmijët i kanë emigruar dhe ka nevojë për një grup shoqëror të mirë me zonja të vërteta. Sigurisht ai socializimi dhe rrjedhimi mes grave ka ndikuar në kuptimin e mirë të fjalës, duke qenë se kjo ngjarje fundja përfundon, por krahas kësaj ju mbetet shoqëria, ju mbeten ende kontaktet. Patjetër, rrjeti. Sepse pas këtë një grup. Patjetër. Të gjitha gratë çdo viti kanë atë chatin e WhatsApp-it, dhe gjithashtu dhe gratë të tjera që ne i bashkojmë për kënaqësi dhe bashkohen her pas here që takohemi njëra tjetrën dhe mbeten në kontakt. Po Gjelda, nëse është duke na shikuar ndonjë zonjë në këto momente dhe dëshiron t'ju bashkohet juve, këtij grupi të madh me kaq shumë aventura, si mund t'ju gjejnë? Mund të kontaktojnë në rrjetet e mia sociale, Gjelda Toska në Facebook, Gjelda Toska Event Modeling në Instagram, dhe shumë shpejt lidhen me mua, marrim kontaktet, i vendosim këtë chati WhatsApp-it me gratë të tjera, vetëm duam zonja të vërteta. Sepse fundjava është për zonja të vërteta, edhe pjesëmarrja për zonja të vërteta. Kur thua zonja të vërteta, çfarë kriterish keni parasysh? Zonjat e vërteta janë ato të cilat duan familjen, sepse një grua që është një zonjë e vërtetë është ajo që respekton familjen në radhë të parë, që respekton veten me të gjitha normat e një gruaje të vërtetë, dhe që respekton shoqërinë. Ka që thjeshtë është. Ka që thjeshtë, jesh një zonjë e vërtetë është të duash veten, familjen dhe ato që të rrethojnë, të japësh vlera, respekt dhe dashuri.